Nga kjo e hënë të gjithë rrugët e Shqipërisë do të ndalohet përkohësisht qarkullimi të gjithë monopateve elektrik. Vendimi u mori një ditë më parë nga Ministrja e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim edhe me drejtorin e Policisë së Shtetit Ilir Proda. Arsyeja e ndalimit të monopateve përkohësisht është shkak të rasteve të shtora të aksidentëve nga këto mjete lëvizëse. Policia e Shtetit do të bllokojë çdo monopat që do të jetë në qarkullim. Vetëm gjatë vitit të kaluar, janë regjistruar 991 raste aksidentesh të shkaktuara nga monopatet. Shqipëria nuk është i vetmi vend që po përballet me këtë situatë. Franca, Italia, Gjermania, Maqedonia e Veriut e shumë vende të tjera kanë marrë masa drastike me bllokim të përhershëm apo të pjesshëm. Policia e Shtetit do të përfshihet në këtë operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe prandaj kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces. Ne kemi bërë një analizë të hollësishme në lidhje me këtë fenomen dhe kemi arritur në përfundimin që përdorimi i këtyre mjeteve po shkakton një rrezik imediat për sigurinë publike. Mjafton të përmendim faktin që vetëm për vitin 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjenca për aksidente me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete dhe dëme shumë të rënda, tha dje drejtori i policisë Ilir Proda.